Përshëndetje të dashur shikues të emisionit Ma të ri në vend me Rolandi. Në këtë seri të emisioneve kemi me udhëtuna për qytete të ndryshme. Kemi me dëgju rrëfime të ndryshme, histori të ndryshme, edhe plane të ndryshme për të ardhmen e secilës komunë në Kosovë. Por jo vetëm në Kosovë, do të shkojmë në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut dhe anën bon ku ka shqiptar, po pa e haru gjithmonë diasporën tonë të dashur. E këtë epizod të parë të këtij emisioni po e filloj pikërisht në Ravec. Nuk e kam zgjedhur rastisht. Është qyteti ku unë kam lind, jam rrit e jam përmësu si njeri. E dashuria e madhe për këtë vend më ka detyru që sot me e fillu këtë emision pikërisht në këtë vend. Sot të ftuar në emisionin e parë e kam kryetarin e komunës Ravecit, Zot Ismail Latifi, i cili ka më na fol për projekte që janë realizuar gjatë mandatit të tij. Do të flasim për të ardhmen e projekteve në komunën e Ravecit, për zhvillimin turistik edhe për shumë gjëra të tjera. Kryetari është duke na prit me e pi një kafe bashkë kafën e mëngjesit dhe me e vazhdu bisedën tonë. Qëndroni me ne sepse ky është vetëm fillimi i këtij emisioni. Ja, po s'ka njës kryetari i kovës, më mëngjes kryetar. Mëngjesi. A fjeta pushove? Po, mirë, ju. Mirë, faleminderit kryetar. Faleminderit fillimisht që na pranove edhe që u bëne pjesë e emisionit tonë. Po shëndetësimet pas. Me ndershofshi. Kryetara e nis ditë zakonisht ashtu këtu pi kafe? Po, kafen e pi, një kafe e pi në banesë këtu, edhe një kafe e pi në komunë. Më rrallë ndjen me pi kafe kështu në mëngjes në qytet, mirë po kafe pi. Po. Mase e përmene në banesë kryetar, apo ki ku për familje? Dal herët e shkoj shumë vonë, kryesisht vonë, edhe kur shkoj dhe e kom një farë dëshire që me rujt një lloj tradite që e kom me pi qaj. Qaj të gjithë. Apo anë ku më pija në erë kryetar, me thonë, me na gjithë një farë kohë pak ma... Po... Se dhe na kem nevojë për ty, jo me qytetar. Ndonjëherë kanë shqetësime, ankesa, po i mirë kuptoj, po edhe mua mirë kuptojnë për shkak se ka angazhime. Edhe ko gjatë kryetar? Po bënën ko gjatë mandate? Po, mandati 4, edhe pse një mandat është i ndërprerë, po mandati 4. Mandati 4. Kryetar, këtu ku jemi afër sheshit, sheshi qendror qytetit Ravecit. Po i pim çdo kafe edhe po lëvizim po shkojmë te sheshi, po e vazhdojmë bisedën aty. A bën çështo më apo? Na bëf mirë kafja. Na bëf mirë, faleminderit kryetar. Ka posë shumë kritika, shumë beton shesh. Apo na kallëzon pak fazën përfundimtare se kur të vjen fundi e shohim rezultatin final. Spari po, kjo pllakë e betonit është për me pas qëndrueshmëri e gjatësi e pllakat, të cilat janë me kuarc edhe me beton. Në këtë hapësirën ku jemi tash, do të ketë një kolorit ngjyrash të pllakave të cilat do të vendosen këtu. Në anën tjetër ka edhe oaza për shembull të gjelbruara. Pastaj ka kësi fontana. Do të ketë edhe elemente të tjera të cilat do ta pasurojnë sheshin qendror me hapësira të gjelbruara, me këndin e lojrave për fëmijë. Pastaj do të ketë edhe shëtitoria do të ketë në të ardhmen, shpresojmë shpejt. Ne kemi vjetuar groundin e performancës, një pjesë të groundit e performancës do ta dedikoj pikërisht për ndërtimin dhe rregullimin estetik të sheshit si fazë përfundimtare e ndërtimit të sheshit qendror ose kompletimit të sheshit qendror të qytetit. Unë besoj që do të jetë sheshi më unik në Republikën e Kosovës, edhe ky shesh do të tërheq edhe vëmendjen po edhe do të jetë një fushë magnetike për qytetarët e Ravecit padyshim, po edhe për qytetarët tjerë të Republikës Kosovës, qytetarët huaj, për shkak se do të jetë diçka e bukur,
diçka e qëndrueshme, diçka atraktive, edhe diçka që njerëzit do të kenë mundësi të kenë zgjedhje, sepse do të vendosen edhe ato kiosqet në këtë shitëtorën poshtë, diku deri në 15 kiosqe, ku do të ketë veprimtari, fushë veprimtari të ndryshme nga ata që do t'i marrin në shfrytëzim në të ardhmen. Kiosqe të vogla, moderne, pra që janë të mira, që janë të përshtatshme për veprimtari të vogla, për shkak artizanale, për kinkalerije, plot veprimtari tjera që do t'i japin mundësi qytetarëve që qëndrojnë në shesh, të kenë edhe zgjedhje të ndryshme, edhe unë besoj që kjo hapësirë do ta zhvillojë qytetin dhe do të jetë një imazh, pra një prestigj qytetit tonë, edhe do të hesh vëmendjen, siç thash, për ta vizituar shumë prej njerëzve që kanë dëshirë me pa Rahovesin, nuk do të mund të ikin nga Rahovesi pa vizituar sheshin. A ka kryetor një afat caktuar? Po tash ne kemi një sfidë buxhetore si vjet parashihet sipas afateve kohore të përfundojë kontrata. Pra të përfundojë ndërtimi i sheshit qendror në Rahoves. Mirëpo ne kemi një sfidë buxhetore fatkeqësisht për shkak se me procedura përmbarimore, me vendime gjyqësore, për shkak kontratës kolektive, thesari i shtetit po na i merr parat në mënyrë të dhunshme për ta përmbushur kontratën kolektive. Natyrisht kjo është sfidë për komunat e Kosovës, për komunën e Rahovesit, po do të jetë sfidë edhe për operatorët. Po ne po synojmë që me përmbyll si vjet aktivitetin për ndërtimin e sheshit qendror, pra do të përpiqemi do të jemi të përkushtuar që t'i përmbahemi afateve të kontratës. Pasi që jemi shesh kryetor, kisha dashur ta bëj një pyetje që shpesh ndëgjoj nëpër tavolina për objektin ikonik të Hotel Park Plaza, që ka qenë edhe është një objekt që i ka dhënë kogja shumë qytetit në hirshinë e vet. Pas realizimit të konsultimeve publike tjera me qytetarë, me grupet interesit, kjo çështje ka marrë një dimension të ri, sepse është diskutuar edhe me shoqatën e gastronomëve të Kosovës, me shoqatën e hotelerëve të Kosovës, edhe me grupe tjera të interes, më pastaj është vendosur edhe në kuvend. Kuvendi e ka miratu vendimin për dhënien në shfrytëzim për 99 vjet të kësaj hapësire, ku është edhe ky objekt i cili është jo funksional, edhe po besojmë që ne shumë shpejt do të kemi përmbylljen inicimin e ankondit publik dhe përmbylljen me sukses të ankondit publik, sepse shpresojmë se do të ketë të interesuar që ta krijojnë një marrëdhënie kontraktuale me komunën, ku do të kemi një pamje krejtësisht tjetër edhe të kësaj hapësire, po unë shpresoj që do të renohet kjo objekt, edhe do të kemi një objekt të ri që do t'i përmbahet specifikave të zonës, pra sipas kriterëve, kriteret janë përcaktuar, pastaj do të jetë i harmonishëm, pra do të korrespondon me sheshin qendror, me hapësirën e sheshit qendror. Ka me një estetikën e sheshit, thojet ka sheshit. Edhe do të ketë po ashtu edhe materiale specifike që i përgjigjen zonës, për shembull materiale nga guri, druri e tjera, do ta ketë simbolikën e zonës, pra edhe si fotografi, pra ajo që do të ndodhë. Shpresojmë që do të ketë një investim të madh, pra milionsh, ndoshta disa milionsh, edhe do të ketë një mundësi që ta kemi Rahovesit, do ta ketë një mundësi për të ardhur, që ta ketë një hotel të mirë, një hotel të vizituar, hapësirat përreth hotelit po ashtu të rregulluara në atë mënyrë që i japin shije, i japin kuptim edhe porosi qytetarëve jo vetëm të Rahovesit, pra edhe ndërtimi i hotelit të ri, edhe investimi që do të ndodhë për hotelin e ri dhe hapësirat përreth, unë besoj që do të jetë një mundësi e jashtëzakonshme që Rahovesi ta ketë edhe një komponent të munguar si qytet, edhe do të qytetarët e Rahovesit, qytetarët e Kosovës, po dhe qytetarët e jashtëm, bashkëkombësit tonë, mërgjimtarët, po dhe të huajt do të kenë vëmendje të shtuar për ta vizituar Rahoves dhe për të qëndruar në Rahoves sa herë që kanë punë në Rahoves, pra për të qëndruar në një hotel edhe për të shijuar bukuritë e Rahoves, por për të qëndruar në një hotel që i ka munguar realisht Rahovesit ka një hotel në qytet. Investitori natyrisht është privat, mirë po komuna Rahovesit ruan aksionet e veta përmes marrëdhënieve kontraktuale të cilat do të krijohen në bazë të në funksion të zbatimit të vendimit të kuvendit komunës.
Kryetore, e ma shumë njeri terrenit apo i zyrës? Ne e kaluara, pra jeta jonë edhe mu, rrethonat në për të cilat kemi kalu, proceset që kanë ndodhur në këtë vend, kanë karakterizu Kosovën, na kanë mësu me qenë njerëz terrenit, natyrisht që edhe në zyre ka aktivitetet të cilat kryhen, mirë po kryesisht më pak mund të me gjeni në zyre, më shumë me gjeni në kontakte, në komunikim, në bashkëpunim me qytetarët, po edhe në vizita punishteve të cilat unë me kënaqësi i vizitoj, i shoh edhe përpiqem me dhanë kontributin edhe nga cilësia kryetarit komunës, domethënë jeta më ka mësuar që me dhanë kontribut pa marrë parasysh çfarë profesioni kam. Po vazhdojmë tash për zyre edhe po shohim kryetarin edhe në vendin e punës. Po, patjetër. Edhe pse ti zakonisht je në vend punës të nkuën, po 24 orë duhet të qenë kryetar. Faleminderit. Kryetar, këtu jena në zyrën e vendimeve të mëdha ose ndryshe edhe zyra e popullit, se shpesh po vinë me të vizitu në bazë postimeve që i kom po, shpesh kemi mysafir qytetarët në këtë zyre. Është vërtet, kjo është zyra e kryetarit të komunës, edhe këto janë zyrët që lidhen me zyrën e kryetarit të komunës, pra kabineti. Ne kemi disa zyre ose njësi të cilat i subordinohen kryetarit të komunës. Është vërtet që prej kësaj zyreje merren iniciativa për vendimarrje të rëndësishme që kanë të bëjnë drejt për drejt me jetën e qytetarëve. Natyrisht shumë prej vendimeve merren nga kryetari i komunës, nga ekzekutivi i komunës, po ashtu ka shumë vendime të rëndësishme që i propozohen si vendime kuvendit komunës, ku diskutohen edhe natyrisht po thjesht të gjitha miratohen për shkak se janë në interes të përgjithshëm qytetar. Kryetare, përmendëm më herët gjatë kohës sa kem të pi kafe edhe punën e mandatit katërt. Cili ka qenë një moment që ke marrë një vendim që ka qenë shumë i vështirë për ty? Që e marrë mend ti? Po, njëri nga vendimet është vendimi për ndërtimin e sheshit qendror. Vendim shumë i rëndësishëm, vendim i cili pavarësisht që e ka marrë përsipër UN Habitatin, një organizëm i specializuar që është i lidhur me Kombët e Bashkuara, që ka të bëjë me çështjet e planifikimit hapësinore e tjera. Të gjitha procedurat ata i kanë kryer konsultimet publike me grupet interesi e tjera, me procedura standarde që bazohen në ligjet e aplikueshme në Republikën e Kosovës, po edhe në përvojën e tyre të begatshme për këto tema. Njerëzit vështirë kanë pasur që ta kuptojnë që duhet hiqet stadiumi i qytetit, pastaj duhet hiqen disa prej pozicioneve të cilat kanë një trashëgimi të caktuar dhe njerëzit janë mësuar që t'i shohin aty. Ka qenë një vendim i rëndësishëm, vendim jo i lehtë, vendim që është dashur me pas shumë informacion, me dhanë shumë informacion, me dhanë shumë sqarime, me ndërtu atë përshkrimin në fushë të argumenteve, të fakteve, të nevojave, të kërkesave, të synimeve të cilat i ka komuna për atë hapësirë që diku përfshin rreth 4 hektar e gjysmë. Edhe tashmë jemi në një situatë ku ky vendim po gjen zbatim, edhe shpresojmë që të përmbushet tërësisht qëllimi dhe të arsyetohet edhe investimi pse po ndodh në ndërtimin e sheshit qendror. Kryetar, të pas parasysh periudhën e keqe financiare që të kalu momentalisht, jo vetëm komuna Ravecit, por shumë komuna, që është bashkëpunimi momental me qeverinë, me ministrat, me... Pa ne nuk o që s'komunikojmë, nuk o që nuk kemi bashkëpunim, po bashkëpunimi duhet të jetë i frytshëm. Pra, interesi i madh publik kërkon një bashkëpunim të frytshëm, pra të dobishëm, për realizimin e shumë synimeve të cilat janë në interes publik qytetar. Kjo mungon. Po do mundon veç të pjesa e projekteve të fundit që nuk janë miratuar me buxhetin e qeverisë, 5 projektet e Ravecit. Cila mundot me qenë arsyeja që, mos themi 5 gjitha më miratu.
por diçka për tyre është dashur me miratu si pasuri? Ne e kemi dërgu 5 amandamente për 5 projekte, është e vetmja komunë në Republikën e Kosovës që ka tentu që përmes komisionit funksional që është për amandamentimin e projekt ligjit për buxhet, i cili sapo të kalon në shqyrtimin e parë, leximin e parë, pastaj është komisioni që pranon amandamente, e zakonisht amandamentet shkojnë përmes deputetëve, po ne kemi bërë edhe si komunë këtë. Në fakt ka pas një diskutim që besoj e keni përcjell në komisionin për buxhet, edhe nuk e ka marrë miratimin e këto 5 projekte nuk e kanë marrë fatkeqësisht miratimin e komisionit për buxhet, sikur ta kishin marrë. Miratimin e komisionit funksional për buxhet, për punë dhe ekonomi, kështu thirret tash komisioni, e mbase ndoshta në seancë plenare, ku bëhet leximi i amendamenteve, shqyrtimi i tyre dhe miratimi potencialit tyre, ndoshta kishin mujt me kalu këto amendamente. Po fatkeqësisht nuk e morën për shkak se ata nuk e pranuan asnjë lloj amendamenti nga forcat opozitare, nga forcat politike opozitare. Edhe kjo është defekti i madh që nuk i kontribon gjendjes përgjithshme të qytetarëve, të komunave, as të komunës tonë, edhe nuk është mesazh i mirë që një pushtet shtetëror, pavarësisht sa përqindje të votave ka, sa ka fuqi politike, edhe sa ka numra në parlament, duhet i trajtojmë me respekt, me kujdes dhe duhet të jetë të shfaq gatishmëri që t'i ndihmoj komunave, se komunat e forta, këtë rast, po t'i kish ato 5 projekte, komuna, sigurisht ato nuk janë projekte të kryetarit komunës, po janë projekte të cilat definitivisht do të ishin të rëndësishme, të dobishme dhe shumë të nevojshme, pra prioritetet të cilat kontribuojnë për të mirën e qytetarëve të kësaj komune. Dhe qytetarëve të tjerë që i përshkojnë, e vizitojnë këtë komunë. Edhe ato 5 projekte fatkeqësisht nuk kalun, dhe ne kemi tash një situatë që madje 2 nga projektet kryesisht janë memorandume të mirëkuptimit që janë të nënshkruar pikërisht me qeverinë që udhëhiqet nga lëvizja vetëvendosur, pavarësisht që kanë rrumë ministrat ose zëvendësministrat. Ku po është Rahoveci mas 10 viteve kryetar? Unë besoj që Rahoveci ka një perspektivë qartë të zhvillimit, të gjithëmbarshëm, po edhe zhvillimit të specifik në fusha të caktuara. Për shembull, ato projekte që i përmenda unë si të sheshi, apo ndërtimi i hotelit, një hotelit që do të jetë atraktiv, do të jetë i pranuar, do t'i jep peshë, do t'i jep pamje, do t'i jep mesazh qytetarëve kushdo që e viziton Rahovecin. Pastaj ke pjesa tjetër që lidhet me një parcel që tashmë është unifiku, që lidhet me sheshin, ku do të ketë një qendër tregtare me lokale afariste e tjera. Agroturizmi ka fillu me hedh shtat në komunën tonë, është një sektor që neve edhe si vjet do të kemi planifikuar mjete financiare për ta mbështetur, në mënyrë që të krijohen sa më shumë parakushte për zhvillimin e këtij sektori. Bujqësia është edhe perimtaria, po edhe vreshtaria veç ka një tradit. Ne shohim Rahovecin me një qytet dhe komunën Rahovec, një komunë e cila do të vazhdoj të ketë perspektivë nga pikpamja e zhvillimit ekonomik lokal të qëndrueshëm, do të rritet numri i vizitorëve në Rahovec, do të rritet mirëqenia e qytetarëve të Rahovecit për shkak të potencialit të madh që ka, edhe në sektorin e vreshtarisë e perimtarisë, po edhe në sektorin e agroturizmit që veç ka shfaq shenjat e para se ka një perspektivë zhvillimi në planin, madje edhe në planin afatshkurtër. E besoj që janë investimet të cilat do të ndodhin, janë në frymën e potencialeve të mëdha që nga dita në ditë po i shpërfaq Rahoveci, edhe që janë mundësi reale për zhvillim të hafshëm ekonomik, zhvillim të qëndrueshëm, dhe Rahoveci në fakt është një hambar ta quajmë, edhe i perimtarisë, edhe i vreshtarisë, i rrushit, i produkteve që përpunohen nga rrushi, po edhe ka edhe
afinitet zhvillimi i sektorit të blegtorisë, për shembull ka stalla shumë të rëndësishme, të cilat pra i ka të gjitha predispozitat Rahovesit që të pranoj miq e mysafir e vizitor të jashtëm, të brendshëm. Kryetar, mos i përmende vizitorët edhe me shumë dëshirë kisha pas qef me shku te një pikë referuese për turistat zakonisht në majën e Shkodranit, ku është te kalaja e Rahovecit, edhe me zhvillu një bisedë rreth turizmit edhe rreth zhvillimeve për atë pjesë. Po pse jo? Ne kemi edhe monumente natyrore, kemi kanionin e Urës Shenjtë, ne kemi edhe monumente të rëndësishme përkujtimore, siç është maja e Shkodranit, ku është simbolik e qëndrueshmërisë, pra aty është një kala me gur, janë pllakat që flasin për rezistencën që ka ndodhur aty. 4 dëshmorë kanë rënë, njëri ka rënë edhe njëri prej tyre është edhe Arjan Brahimin nga Shkodra ose Shkodrani, që nga Mbretëria e Bashkuar drejt për drejt është përfshin luftën për shërimin e Kosovës. Kemi mizajerismen, kemi patjetër, kemi kullën e tonit e miqit, pra kullën e qëndresës së bashkëluftarëve tonë, pastaj një kullë tjetër po e ndërtojmë në Reti, pra kullat që do t'i ketë 3 porta. Aty ka ndodhur riorganizimi UÇK-s, për shembull, Brigada 124, që ka përfshirë kryesisht territorin administrativ të komunës Rahovec edhe disa pjesë të Prizrenit, Brigada 125 të Prizrenit dhe Brigada 126 Hasi. Pra, atë tash veç janë muret janë ndërtu, çatia është kry, edhe tash do të veshet me gur ajo, edhe do të jetë, edhe ajo është një monument i rëndësishëm. Pra, projektet kësaj natyre që i japin mundësi edhe tërheqin vëmendjen dhe interesin e qytetarëve tanë, po dhe qytetarëve të tjerë, të jashtëm, që të vinë të vizitojnë Rahovec, sepse kanë çka shohin, kanë çka përjetojnë, edhe normalisht që Rahoveci vazhdon të mbetet si një qytet, edhe komuna Rahovecit e shquar për traditën e adëtashurisë, të punës, të mikpritjes, të bujarisë, të fisnikërisë, po edhe njerëzit kanë dëshirë me ardhë me vizitu Rahovecin. Po ne tash duhet të krijojmë parakushte sa më shumë që të vizitohet shumë më shumë, të rritet numri vizitorëve, sepse kretë kjo i kontribon pastaj edhe zhvillimit të gjithëmbashëm, edhe sa më shumë që vizitojnë Rahovecin, aq më shumë jepet mundësi qytetarëve të Rahovecit të rritet mirëqenia, të rritet ekonomia, të rritet qarkullimi, edhe të rritet edhe të forcohet edhe imazhi i Rahovecit edhe brenda Republikës Kosovës, jashtë Republikës Kosovës, po edhe në botë. Po vazhdojmë kryetar te maja e Shkodranit. Faleminderit. Pa problem. Kryetar, po gjendemi te maja e Shkodranit për ndryshe identifikuese sakrificës të shumë dëshmorëve që na me gëzu këtë liri sot. A mundesh na fol pak për këtë pjesë? Po përpara kjo është quajtur ky vend Kërshi mbi Rahovec në luftimet e përgjakshme të korrikut të vitit 1998, që kanë filluar me 17 korrik dhe kanë përfunduar diku me 25 korrik, 26 korrik të vitit 1998. Kjo ka qenë ky vend, ose kjo maje ta quajmë, kjo objekt ka qenë strategjik, dhe këtu është shpërfaq një qëndresë heroike, pra një rezistencë e madhe, një luftë e cila në një mënyrë ose tjetrën mund të konsiderohet që luftëtarët e kësaj pike këtu e kanë mbajtur të gjallë shpresën për Rahovecin përmes angazhimit, për kushtimit dhe vendosmërisë që kanë dëshmuar këtu në këtë pikë bashkëluftarët tanë, po natyrisht kur bjen kjo pikë, atëherë vritën bashkëluftarët tanë më të mirë, Mizahir Isma nga Rahoveci, Bekim Isma nga Rahoveci, Eshrefedin Kastrati nga Drenoci dhe Arjan Brahimi Shkodrani, që kanë mbetur në këto pozicione, ende nuk i dim as eshtrat nuk i kemi të kompletuar, për shkak se
në qoftë se ditë të para ka qenë qëndresa edhe armë të këtyne burrave, këtyne trimave që janë përdorur për ta mbrojtur qytetin nga sulmet, nga ofanziva e madhe armike, ata në datën 21 korrik janë përjetësuar duke pasur luftime të afërta me forcat diverzante serbe këtë pikë. Dhe ky vend, pra, në radhë të parë, vlerat e këtij vendi janë të mëdha, sepse është vend ku mund shifet edhe rrafshi Dugazhinit, mund shifen shumë pozicione, gjithë këtë bukuri që i ka Rahoveci, Rrethina, pastaj zona e Dugazhinit, Gjakova, Peja, Deçani, Prizreni. Në anën tjetër, vlerat këtij vendi ka shtuar rezistenca heroike bashkëluftarëve tanë, që me 21 korrik janë përjetësuar në altarin e lirisë, edhe pra ka vlera të rëndësishme natyrore ky vend, është objekt strategjik, pra është term ushtarak quhet objekt strategjik, është vend që ka dëshmuar se luftarët bojnë rezistencë në këtë vend dhe mbrojnë vlerat e këtij vendi, është vend që ka marrë edhe vlera përkujtimore, ka shtu peshën, ka rrit vlerën për shkak se këtu kanë rënë herojnë tonë, bashkëluftarët tonë, këtu ka dhe të mbijetuar, pra që kanë qenë në këto pozicione. Pastaj është e rëndësishme edhe në pikpamje turistike, sepse është vend që vizitohet nga qytetarët, njerëzit vinë këtu me familje, i shijojnë bukuritë e këtij vendi. Në anën tjetër ne jemi munduar që ta rregullojmë infrastrukturën. Kemi shtegun e ecjes përkombësor që është 1400 metra deri këtu. Prej këtu i poshtë dhe njerëzit e përshkojnë këtë vend duke ecur këmbë. Është një lloj atraksioni, po edhe një lloj kalitje fizike, sepse kalitja fizike është e shëndetshme për njeriu. Pastaj kemi rrugën asfaltuar që të shpjen deri këtu. Pra është një vend që vizitohet dhe nuk vizitohet vetëm ditën kur e kanë përvjetojnë e Renës me 21 korrik. Po vizitohet pothuajse çdo ditë, sidomos verës. Ka shumë njerëz dhe ne gjithmonë i kemi ftuar që të jenë më të vëmendshëm të harrojnë pastërtinë e këtij mjedishit bukur, kësaj pjese të bukur. Ne kemi investuar atje edhe në fushë të vogël sportive, pastaj këto pushimorët, janë edhe parkingjet. Ne do të kemi edhe një investim këtu tash, një investim afër këtij vendi, edhe është të gjitha procedurat janë kry, po shpresojmë që do të filloj investimi për një lloj projekti i cili do t'ja shtoj vlerat këtij vendi, sepse do të vizitohet ky vend këtu, kjo pjesë moja shkodronit, po do të kenë mundësi njerëzit që të shijojnë ushqimet tradicionale, po edhe të pushojnë, sepse do të ketë edhe me siguri dhe bujtina për ata që janë të interesuar që të qëndrojnë pak më gjatë në këtë pjesë, këtë zonë, këtë vend. Kryetar, për fund unë kisha pas dëshirë shumë që për juve me dëgju një mesazh për qytetarët e komunës Rahovecit. Me që jemi në këtë pjesë, në këtë vend të moja shkodron, unë i ftoj qytetarët e Rahovecit, qytetarët në përgjithësi edhe që mund të mos jenë komunës Rahovec, që ta vizitojnë këtë vend, shijojnë ka, domethënë do t'i kënaqin syt, jo vetëm për vendin këtu, po do të shohin shumë çka, do ta njohin më mirë vendin e tyre, vendin ton, bukuritë, mrekullitë e këtij vendi, edhe të jenë të kujdesshëm në pikpamjet e mirëmbajtjes. Ato mbetorina ne i kemi edhe shportat e mbetorinave që mund të krijohen gjatë qëndrimit në këtë pjesë, le t'i hedhin në shporta, sepse ky vend është i mirëmbajtur, madje ka edhe kamerat sigurisë. Për Rahoveci jemi në një pjesë të Rahovecit, në një vend të bukur, në një vend edhe turistik, mbi të gjitha në një vend përkujtimor, që dëshmon më së miri se sa potencial të madh edhe sa shumë vlera ka Rahoveci me rrethin. Ky objekt këtu, kjo kala simbolizon qëndresën, lashësinë, rezistencën, po edhe heroizmin e treguar të bashkëluftarëve tonë, edhe kjo vepër e ndërtuar me buxhet të komunës vetëm se ja ka shtuar edhe një dimension tjetër, një komponent të munguar këtij objekti natyror, kësaj kode, kësaj bjeshke, duke ja shtuar edhe komponentën përkujtimore, e cila komponent neve na bashkon në çdo përvjetor,
Ndërsa qytetarët tanë i ftoj që ta vizitojnë sa më shumë këtë vend, sepse ta shpritet një investim këtë pjesën të afër. Këtu është edhe një kala e vjetër, pra kalaja e Tumonit. Edhe besoj që edhe për t'i kënaqur, po edhe për të parë shumë çka, domethënë nga kjo pikë këtu, po edhe për të shijuar, sidomos gjatë ditëve kur janë koha e mirë, pra gjatë ditëve të verës, njerëzit mund vinë të pushojnë këtu, mund të ta qetësojnë shpirtin e tyre të trazuar, po edhe pse u pak pritet së shpejti me ndodhë një investim edhe të kalojnë çaste të mira, të shijojnë edhe ushqime, po edhe bukuri tjera që japin edhe një dimension të ri kësaj pjese që është edhe natyrore, po edhe përkujtimore, po edhe turistike. Kryetaru, ju falenderoj shumë për kohën që ndodh për neve sot dhe shpresoj që kemi me u taku prap edhe me pa projektet e suksesshme të komunës së Rahovecit në vazhdimsi. Faleminderit shumë. Faleminderit, mirë se ardhur jeni, edhe besoj që Rahoveci ka me përjetu edhe në të ardhmen zhvillime shumë më të hapshme, edhe i uroj qytetarët tanë që të kenë shpresë, të kenë besim se jemi një komunë e cila ka shumë mundësi, ende të pashfrytzuar, të cilat mundësi padyshim që do të janë kontribut i rëndësishëm i zhvillimit të përshpejtuar ekonomik në edhe që padyshim ndikon në mishenjën e qytetarëve tonë. Faleminderit shumë. Mirëpafshim.